Gati 5 miliardë euro kaq para shpenzuan turistët e huaj që vizituan Shqipërinë vitin e kaluar. Të dhënat nga Banka e Shqipërisë tregojnë se në krahasim me vitin 2023, shpenzimet e pushuesve të huaj u zgjeruan me 769 milion euro ose 19%. Sipas ekspertëve, vitin e kaluar vendin e vizituan 11.7 milion pushues të huaj. Mesatarisht çdo turist rezulton të ketë shpenzuar rreth 427 euro përfshirë këtu udhëtimin dhe akomodimin, duke përsëritur kështu paradoksin e bumit të pushuesve të lirë. Sipas ekspertëve, Shqipëria nuk duhet të orientohet te shifrat. Raporti që ne duam është ai i shpenzimeve. Duhen turistë që shpenzojnë. Ka studime që tregojnë se ka kategori turistësh që shpenzojnë deri në 58% të ardhurave të tyre për pushime. Këta duhen sipas ekspertëve. Në linjë të ngjashme me shpenzimet e turistëve të huaj kanë shkuar dhe ato të pushuesve shqiptar që preferuan t'i kalonin jashtë ditët e lejes nga puna. Të dhënat nga Banka Qendrore tregojnë se vitin e kaluar shqiptarët kanë shpenzuar 2.7 miliardë euro për pushime jashtë vendit. Në raport me vitin 2023, shifra u rrit me 379 milion euro.